jemi zyrtarisht në stinën e verës qysh prej ditës së djeshme, 1 qershori, tashmë 2 qershor duket diçka me të cilën do të mësohemi shumë shpejt dhe e shohim që Tirana në këto 2 ditë, pra gjatë kësaj të martë dhe nesër ditën e mërkur, do të jetë me kthjellime dhe vrenësira, me temperatura që sot shkojnë nga 17 gradë minimalja në 29 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 17 gradë në orët e para të mëngjesit në 30 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Kjo situata për kryeqytetin, zhvendosim mëtej në qytetin e Durrësit, sa i përket këtij qyteti bregdetar do të ndalemi për të parë si vijon situata meteorologjike, kemi kthjellime dhe vrenësira në të dyja ditët, patjetër që janë kthjellimet ato të cilat dominojnë, mund të konsiderojmë mbas edhe thjesht re ato pjesë të vrenësirave. Temperaturat shkojnë sot nga 18 gradë minimalja në 25 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 18 gradë në orët e para të mëngjesit. Termometri do të regjistrojë gjatë orareve të mesditës temperaturën 26 gradë Celsius. Vijojmë mëtej me qytetin e Fierit ose të Elbasanit, kam përshtypjen, po, qyteti Elbasanit i Radhës. Në qytetin Elbasanit kemi po ashtu kthjellime dhe vrenësira, ka një dominancë të diellit, do të ketë vrenësira, por jo një prezencë shqetësuese. Temperaturat shkojnë sot nga 14 gradë minimalja në 30 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 16 gradë në orët e para të mëngjesit në 31 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Vijojmë mëtej nga qyteti Elbasanit në qytetin e Fierit. Fieri është me diell dhe prezencë vrenësira sidoqoftë në të dyja ditët, duket se do të jenë evidente. Temperaturat shkojnë sot nga 17 gradë minimalja në 29 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 18 gradë në orët e para të mëngjesit. Termometri do të regjistrojë për gjatë orareve të mesditës temperaturën 31 gradë Celsius. Zhvendosemi mëtej nga qyteti i Fierit në qytetin e Beratit. Në Berat sot kemi kthjellime dhe vrenësira, temperaturat shkojnë 16 gradë minimalja, 31 gradë Celsius më e larta. Ndërkohë që nesër duket se intensiteti i këtyre vrenësirave do të bjerë. Do të kenë një intensitet më të ulët dhe temperaturat do të shkojnë nga 17 gradë minimalja në 32 gradë Celsius më e larta. Vijojmë mëtej nga Berati në qytetin e Korçës. Jemi në juglindje të vendit tashmë. Duket se këtu do të kemi kthjellime dhe vrenësira që alternohen me njëra tjetrën gjatë kësaj të martë dhe nesër në ditën e mërkur. Temperaturat shkojnë sot nga 10 gradë minimalja në 27 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 14 gradë në orët e para të mëngjesit. Termometri regjistron gjatë orareve të mesditës temperaturën 27 gradë Celsius. Vijojmë nga Korça në Vlorë. Sa i përket qytetit bregdetar të Vlorës, në të dyja ditët do të ketë diell, por edhe një prezencë të reve, edhe gjatë martës edhe gjatë mërkurës. Temperaturat shkojnë sot nga 19 gradë minimalja në 27 gradë Celsius më e larta dhe nesër nisi me 18 gradë në orët e para të mëngjesit të së mërkurës dhe arrin gjatë orareve të mesditës 29 gradë Celsius. Vijojmë mëtej nga qyteti i Vlorës në Gjirokastër. Gjirokastra sot dhe nesër ka kthjellime dhe vrenësira që alternohen me njëra tjetrën. Temperaturat shkojnë në këtë të martë nga 14 gradë minimalja në 29 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 16 gradë në orët e para të mëngjesit në 29 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Vijojmë nga Gjirokastra në Sarandë. Çfarë ndodh me qytetin bregdetar të Sarandës në këto 2 ditë? Kemi kthjellime dhe vrenësira. Këtë na tregon edhe grafika e paraqitur në LED-wall në këto momente. Temperaturat do të shkojnë sot nga 18 gradë minimalja në 25 gradë Celsius më e larta
dhe nesër nga 19 gradë në orët e para të mëngjesit në 25 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Kjo situata për qytetin e Sarandës, zhvendosemi tashmë në veri të vendit. Nisim së pari me Tropojën, Tropoja përfshihet nga reshjet. Ditën e sotme do të ketë edhe kthjellime dhe temperaturat do të shkojnë nga 11 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta. Nesër situata meteorologjike do të shkojë drejt një përmirësimi. Do të kemi një Tropojë e cila do të përfshihet nga kthjellimet e vranësirat po jo nga reshjet. Temperaturat do të shkojnë nga 12 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta. Vijoj mëtej nga Tropoja në qytetin e Pukës. Në Pukë, sot dhe nesër do të ketë reshje, intensiteti i tyre është deri në mesatar, ndërkohë që në momentet të caktuara të ditës, për te reshjeve do të kemi edhe kthjellime. Temperaturat do të shkojnë sot nga 14 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 13 gradë në orët e para të mëngjesit, termometri do të regjistrojë 24 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Vijoj mëtej nga qyteti i Pukës në qytetin e Kukësit. Sot dhe nesër kemi kthjellime dhe vranësira. Në të dyja ditët, temperaturat shkojnë sot nga 15 gradë minimalja në 26 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 14 gradë në orët e para të mëngjesit në 28 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Vijoj mëtej nga Kuksi në qytetin e Peshkopis. Në Peshkopis sot kemi kthjellime dhe vranësira, temperaturat shkojnë nga 10 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta dhe nesër reshje dhe kthjellime të cilat do të alternohen me njëra tjetrën. Temperaturat do të shkojnë nga 12 gradë minimalja në 25 gradë Celsius më e larta. Vijoj mëtej nga Peshkopia në Shkodër. Shkodra sot ka kthjellime dhe vranësira. Temperaturat shkojnë nga 18 gradë minimalja në 28 gradë Celsius më e larta. Nesër dita do të jetë me reshje dhe kthjellime, ndërkohë që temperaturat do të shkojnë nga 17 gradë minimalja në 29 gradë Celsius më e larta. Vijoj mëtej në qytetin e Lezhës, qyteti i fundit ku do të ndalemi së bashku për të mbyllur edhe parashikimin e motit për sot dhe nesër për qytetet e vendit. Kemi kthjellime dhe vranësira në të dyja ditët që do ta dominojnë dhe do ta karakterizojnë qiellin e Lezhës në këto dy ditë. Temperaturat shkojnë në këtë të martë nga 17 gradë minimalja në 26 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 15 gradë në orët e para të mëngjesit në 26 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Dhe me Lezhën kemi përfunduar me territorin e vendit, është momenti të ndalemi në rajon. Ndalemi së pari në Shkupi, sot dhe nesër do të ketë kthjellime dhe vranësira, në të dyja ditët nesër intensifikohen këto vranësira dhe rrisin prezencën e tyre. Temperaturat shkojnë sot nga 13 gradë minimalja në 27 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 14 gradë në orët e para të mëngjesit, termometri do të regjistrojë gjatë orareve të mesditës temperaturën 29 gradë Celsius. Vijoj mëtej nga Shkupi në Prishtinë. Çfarë ndodh sot me Prishtinën është që do të ketë reshje. Reshje të cilat nuk kanë një intensitet të lartë, por sidoqoftë janë prezente, do të ketë edhe kthjellime në momente të caktuara, ndërkohë që nesër situata shkon drejt një përmirësimi. Temperaturat do të shkojnë sot nga 12 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 13 gradë në orët e para të mëngjesit në 26 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Kjo do të jetë situata për qytetin e Prishtinës. Vijoj mëtej nga Prishtina në Milano. Milano sot është me reshje shiu, intensiteti
është goxha i lartë, temperaturat shkojnë sot nga 15 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e lartë, ndërkohë që nesër do të kemi kthjellime dhe vranësira, dominojnë kthjellimet padyshim, temperaturat do të shkojnë nga 17 gradë minimalja në 28 gradë Celsius më e larta. Mëtej nga Milano në Bruxelles, sot dhe nesër ka reshje shiu, intensiteti i reshjeve është disi më i lartë gjatë ditës së sotme, nesër do të ketë edhe kthjellime, ndërkohë që temperaturat thuajse mbeten në të njëjtat nivele. Sot 13 gradë minimalja, 19 gradë Celsius më e larta dhe nesër 14 gradë minimalja dhe 19 gradë Celsius më e larta. Nga Bruxelli është momenti të ndalemi në Paris. Parisi sot në këtë të martë është me reshje me intensitet deri mesatar, me temperatura që shkojnë nga 12 gradë minimalja në 20 gradë Celsius më e larta. Ndërkohë që nesër dita do të jetë me vranësira, me temperatura që shkojnë nga 15 gradë minimalja në 20 gradë Celsius më e larta. Vijojmë, jemi në New York, sot dhe nesër kemi kthjellime dhe vranësira, të cilat alternohen me njëra tjetrën, temperaturat shkojnë sot nga 12 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 15 gradë në orët e para të mëngjesit, termometri do të regjistrojë për gjatë orareve të mesditës temperaturën 25 gradë Celsius. Mirë, kjo është situata për New Yorkun, kemi përfunduar kështu me parashikimin e motit për sot dhe nesër.